Mirë, me mua në një komunikim të drejt për drejt bashkohet zëvendës presidenti i diasporës shqiptarëve në Itali, zoti Dritan Trimçev. Zoti Trimçev, mirëmbrëma, kënaqësi t'ju kem drejt për drejt në ora e fundit. Kënaqësia është edhe imja, reciproke. Zoti Trimçev, një tjetër hap i rëndësishëm sa duket është hedhur përsa i përket marrëveshjes së pensioneve me Italinë. Ministri i Drejtësisë së fundmi ka afirmosur autorizimin për publikimin e kësaj marrëveshje në fletoren zyrtare, por kur botohet kjo marrëveshje tashmë në buletinin zyrtar menjëherë pas firmës së ministrit të Drejtësisë dhe nga ana tjetër kur hyn në fuqi kjo marrëveshje? Shpresa tona ishte që marrëveshja të publikohet të nesërmen që firmosi presidenti. Nuk jemi praktik me këto burokracitë italiane. Me gjithë përpjekjet që kemi bërë, më së fundi morën vesh që duhet ta firmoste ministri i Drejtësisë, i cili për fat mire kishte firmosur mbas 10 ditëve, që e firmosi presidenti. Folëm me gazetën zyrtare italiane, ose fletoren zyrtare si quhet në Shqipëri, dhe ata na thanë që ditën e premte do të botohet. Gazeta del edhe të premten, del edhe të shtunën, kështu që po nuk u botua nesër, do të botohet pas nesër, por me siguri, derisa na dhanë fjalën, do ta botojnë nesër, dhe ligji që njeh marrëveshjen hyn në fuqi të nesërmen e botimit në gazetën zyrtare. Domethënë, nëse botohet nesër, hyn të shtunën. Të shtunën, ligji hyn në fuqi. Kjo nuk do të thotë që marrëveshja hyn në fuqi. Marrëveshja ka kushte të tjera për hyrjen në fuqi, po kjo i jep mundësi shtetit italian që ti komunikojë shtetit shqiptar që marrëveshja është aprovuar dhe është gati që të fillohet zbatimi i marrëveshjes. Duhet të bëhet shteti shqiptar. Pra, zoti Trimçev, për ta bërë më të thjeshtë, kur e merr një shqiptar që ka jetuar dhe punuar në Itali pensionin në këtë shtet? Atëherë unë shpresoj që kjo punë të ndodhi rreth mos ma keq kuptoni, rreth 11 majit. Nuk e kam me keq kuptim, nuk e kam me kunj mella, po rreth 11 majit. Domethënë atëherë në fillim në ditët e para të muajit prill do të firmoset pra ditën kur janë edhe zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, prandaj thua mos keq kuptohesh. Po, shumë drejt. Tash mendoni si doni. Jo, s'ka keq kuptim, mjafton të hyj ligji në fuqi dhe shqiptarët të marrin në çdo ditë, edhe qoftë edhe 11 maj, mjafton që të marrin pensionin. Patjetër. Atëherë, në ditët e para të majit, ditët e para të prillit, kemi marrë vesh, Giorgio Rubolino, që është sekretari ynë, ka komunikuar direkt me doktoreshën Franco Mano, jo doktoresh mjekësie, të kuptohemi, Franco Mano, dhe me sa duket në ditët e para të muajit prill do të firmoset marrëveshja administrative midis dy shteteve. Këtë besoj se duhet ta bëj Olta Magnani dhe doktoresha Caterina Francomano. Nuk e di a do ta bëjnë në vijë telematike apo do ta bëjnë duke u takuar bashkë, por në ditët e para të muajit prill. Kjo është, si të thuash, marrëveshja e zbatimit praktik të Tani, zoti Trimçev, kam një pyetje për ta bërë më të qartë për atë publik që është duke na ndjekur në këto momente. Një qytetar që e ka marrë pensionin në Shqipëri para se kjo marrëveshje të hynte në fuqi, a mund të marrë edhe pensionin në Itali? Pra, në qoftë se kjo marrëveshje e zëm se hyn në fuqi në muajin maj, siç ju thoni, në 11 maj. Atëherë, në muajin maj, një shqiptar e ka marrë pensionin në Itali. Mund të marrë edhe pensionin, e ka marrë pensionin në Shqipëri, mund të marrë edhe pensionin në Itali, po në muajin maj? Atëherë, pensioni merret nëse plotësohen kushtet. Secili shtet ka kushtet e veta. Jo qartë, e zëm se flasim për ata shqiptarë që i plotësojnë kushtet. Në momentin që hyn në fuqi, e ka marrë pensionin, gjysmën e pensionit në Shqipëri, a e merr dhe atë në Itali brenda majit? Patjetër, nuk ka lidhje absolutisht me punë. Pensioni fillon nga data e kërkimit. Në momentin që plotësohen kushtet, sipas ligjit të ri, edhe po të kesh dalë në pension në Shqipëri ose në Itali, ose ke mbush moshën e pensionit në Itali, ke bërë kërkesë për pension dhe të ka thënë ti s'ke 20 vite punë, do presë 71 vjet. Atëherë
ti bën kërkesën me arritjen e marrëveshjes, me hyrjen në fuqi të marrëveshjes dhe nga ajo ditë që ti ke bërë kërkesën, do të fillohet llogaritet pensioni nëse aprovohet, kushtet janë domethënë reale ato që ke paraqitur. Nuk ka absolutisht asnjë lloj problemi në këtë drejtim. Absolutisht nuk ka asnjë lloj problemi, sepse po të veproj ndryshe do të ishte diskriminim dhe vetë gjykata, po ti paraqitesh gjykatës, gjykata hedh poshtë gjëra të tilla. Në momentin që plotësohen kushtet, nuk ka rëndësi se kur, si, qysh tek. Natyrisht do ketë shumë parqatësira, do ketë shumë probleme që do të lini, po do të zgjidhen. Me sa kemi marrë vesh, ISSH-ja po përgatitet që të hyjë në dialog me qytetarët dhe të sqarojë të gjitha pyetjet që kanë ata. Dhe sigurisht dhe ne si media do mundohemi që të bëjmë punën tonë për të sqaruar sa më shumë qytetarët. Ju jeni shumë të rëndësishëm për këtë punë. Zoti Trimçev, ishte kënaqësi, pavarësisht se në minutazh të shkurtër u munduam të sqaronim sadopak publikun. Unë ju falenderoj që ishit me mua në këtë komunikim të drejtë dhe për këtë lajm të rëndësishëm që në fakt na dhat.